Agrën Sheha i paraqiti foton e një djali që kam qenë prezent aty se kisha 2 metër kur godit nga punonjësi i sigurisë. Po ditën më pas, tjati ti thyn kamën dhe goditën e Gjakosë, besoj e keni pa gjitha mediat. Edhe ai përsëri përfundoi këtu në burg. Dhe Agrën Sheha nga një shqetësim përjashtohet. Ky është një turp, nuk e di çfarë njoftërie e kanë ato deputet, si burra, si gra apo vajza, e djem, nuk e di çfarë njoftërie e kanë, por ky është një turp. Ata kur shohin një skenë të tillë, duhet qonë të gjithë gamën të mbrojnë Agrën Shehajn, jo ta nxjerrin nga parlamenti agroni. Sot të banorë dhe të tjerë që rrezikohet prona, janë para parlamentit shqiptar. Besoj se atje do jena shumë tjerë nga gjithë Shqipëria që ju bashkohen këtyre banorë për të regjistruar. Parlamentar atje që zgardhin tërp të kenë, ai kryetar, parlamentar që ka përjashtuar Agrën Shehun. Ai më shpirtën me zemrën e me optimist, tërp të shkojnë në shtëpi ai, kryetari parlamentar që ka përjashtuar këtë. Për çfarë më përjashtua? Sepse ato një rrugën ligjore, na me tokat tona, na me shpirtin e me zemrën tonë, këtu do lam, kryet aty do lam. I lumt atina Agrën Shehut. Kjo është një gjë do baftë 100 vjeç.